Çfarë do të ndodhë në botë në orën 2 të mëngjesit me orën europiane ose në orën 20 me orën lindore të Shtetet Bashkuara të Amerikës? E gjithë bota është në ankth. Presidenti amerikan Donald Trump ka postuar në Truth një ultimatum për Iranin që i kërkon të hapë ngushticën e Hormuzit. Sipas Trump, ata kanë 48 orë kohë. Ultimatumi mbaron sot në orën 20 me orën amerikane. Ai është shprehur, një qytetërim i tërë do të vdes sonte për të mos u kthyer kurrë më. Nuk dua që kjo të ndodhë, por ndoshta do të ndodhë. Çfarë ka parasysh Donald Trump me këtë ultimatum të pazakontë dhe mjaft të ashpër? Praktikisht Irani deri tani nuk ka reaguar, madje pamjet prandej tregojnë që ata po përdorin buroja njerëzore, duke grumbulluar me mijë njerëz nëpër urat dhe centralet e energjisë. Po çfarë do të bëj Trump në orën 20 nëse Irani nuk përgjigjet pozitivisht? Çfarë ka parasysh ai dhe cili është skenari i tij? Ka një ankth në të gjithë botën, janë edicionet kryesore të lajmeve në Europë, njëkohësisht një reagim në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ka nisur dhe një përplasje mes demokratëve dhe republikanëve. Çfarë do të ndodhë në orën 2 të mëngjesit me orën shqiptare? Çfarë ka parasysh Trump me përfundimin, mbarimin përfundimisht të një civilizimi? Sot edhe Këshilli i Sigurimit të OKB-s nuk ka pranuar një rezolut për hapjen e ngushticës Hormuzit. Irani nuk po përgjigjet, Trump ka dhënë ultimatum, janë orët e fundit të një pikpyetje të madhe për të gjithë botën.